Në qytetin e Shijakut është zhvilluar mbrëmja sportivo-kulturore më e rëndësishme e boksit, por jo vetëm. Organizuar nga Bashkia e Shijakut në bashkëpunim me Titans Files, ky spektakël ngjiti në ring boksier dhe kickbokser nga Shqipëria, Kosova, Anglia, Franca, Italia, Portugalia, Nepali dhe Senegali. Në ritmin e emocioneve dhe shpirtin ngarues, mbrëmja nisi me 4 ndeshje për moshat e reja, për të vazhduar më pas me 12 duele të forta midis kampionëve të peshave 60 deri në 90 kg. Pjesë e ringut ishte dhe boksieri më i vogël i mbrëmjes, 8-vjeçari Hegel Kërtusha, i cili ishte më i vogël ndër pjesëmarrësit. Mes të pranishve në këtë event ishte dhe ish kampioni i boksit Kreshnik Qato, i cili është shprehur mjaft i emocionuar për ecurinë e sportit të boksit në qytetin e tij të lindjes. Mbrëmja nuk ishte e konceptuar vetëm për duel në ring, por edhe në një koncert festiv që krijoi një atmosferë të bukur në qendër të Shijakut.